pandeve tek zona Zemi, dënim burgimi me kozgjatje 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandeve në qërimin Shani, i shqipton dënim burgimi me kozgjatje për 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandeve Edi Zenelaj, i shqipton dënim burgimi me kozgjatje për 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Obligohen të pandevërit, tek zona Zemi, Qerim Elshani dhe Edi Zenile të paguajnë shpenzimet e procedurës penale në lartësi prej nga 100 euro, si dhe shumën prej nga 100 euro e paguajnë në fondin për viktimat e krimit secili veç. Në gjykat në shërimin personales nga akuz, konformimin 363 paragrafi 1.3 të kodit penal të Republikës Kosovës lirohet nga akuza. Gjykata nuk gjeti elementet të vepës penale për cilin akuzohet apo elementet të ndonjë vepre tjetër penale.